Përshëndetje, më tregoni kur jeni gati. Atëherë më lejoni që në emën të grupit tonë parlamentar të shprehim keqardhje që edhe sot pas përpjekjes së radhës nuk kemi rezultat në zhbllokimin e gjendjes. Ajo që mund të themi ne është që ne si grup parlamentar, koalicion vetëndosë Guxo dhe Alternativa, në vazhdimsi jemi duke bërë përpjekje për zhbllokimin e kësaj gjendje ose kësaj situate dhe rrjedhimisht jemi duke kryer detyrimet tona ligjore dhe kushtetuese duke marrë pjesë në seancë, po jo vetëm duke marrë pjesë në seancë, por edhe duke marrë pjesë në proces të votimit, ashtu siç është e përcaktuar me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Njëkohësisht është shumë e rëndësishme, vetëm ta përfundoj, njëkohësisht është shumë e rëndësishme të potencohet që meqense ka sot një përfolje të vazhdueshme rreth emrit, ne ende nuk kemi ardhur deri tek propozimi jam. Ajo që na duhet prej një numrit konsiderueshëm të përpjekja jonë është e vazhdueshme është që ne ta kemi një proces të votimit të fshet në të cilën edhe njëkohësisht edhe kjo si temë është e përcaktuar në akt gjykime të gjykatës kushtetuese për shkak se ato thuhet që votimi mund të jetë i hapur, por mund të jetë edhe i fshet. Ne kemi vlerësuar që vullneti i një mend dhe ndërgjegjja që mund të thirrët secili deputet edhe individualisht mundet me kontribu në proces të zhbllokimit të situatës dhe konstituimit të kuvendit dhe futjes në afate ligjore dhe kushtetuese për mandatarin e qeverisë. Cilat janë këto përpjekje që sot është shtota herë që vazhdohet në vendin e njëjtë në cilën në fakt nuk marrin pjesë partitë politike dhe duhet të përmend që kurrën e ditës është partitës drejtuese ka qenë rrjedhoi e tatimit që është ndodhur me krerët e partive politike kur statura e ditës partitës kanë të parashë dhe shkaqet ka dhe jo tutje në rand të ditës në mes procesit. Cilat janë këto përpjekje dhe ide Nuk e di sa jenë ndjekse zhvillimeve, nuk po ma krijon atë shtypje për shkak se ne kemi bërë gjitha përpjekjet. E para, pikat e rënit ditës që janë përcaktuar në mbledhjen